Do të vazhdojmë të dashur dëgjues të mbesim ende tek turizmi dhe nevoja për zhvillimin e tij. Do të kalojmë në Shqipëri në krujë te kompleksi I muzeve kombëtar që kemi atje. Është kompleksi historik e etnografik I Krujës, I cili ka shumë vizitorë këto kohë në atë kompleks, por më ka bërë shumë përshtypje vizita e maturantëve të trevave shqiptare që duan të shohin atë kompleks historik e etnografik. Drejtori Mehdi Hafizi është në linjë na pret në Krujë sepse ata punojnë edhe sot, të shtunët e të diellat I kanë më aktive dhe ne do ta realizojmë bashkë një intervistë. Zoti Mehdi, mirëmëngjes e faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes dhe unë ju falenderoj juve për këtë mundësi që më jepni dhe ju uroj juve dhe gjithë dëgjuesve të radios suaj një të diel të bukur. Faleminderit. Ne tashmë Kruja ka kohë që po shkon drejt një turizmi gjithëvjetor. Ne sezoni normalisht filloi në 1 maj dhe është deri në 31 tetor. Po ne duke patur parasysh vlerat që ka qyteti I Krujës, siç e theksuat dhe ju, 2 muze kombëtare, zona historike është mbledhur, pazari karakteristik, po është e favorizuar edhe nga vendodhja, afërsia me kryeqytetin, me aeroportin, me portin, me kufirin. Kështu që ne gjithkohën kemi një rritje të numrit vizitorëve nga vitin vit dhe kemi krahasimet me 3 mujor, me 6 mujor, me 9 mujor dhe po me vite. Dhe vitin që kaloi ne kemi pritur vetëm në muzeun e Skënderbeut 190.000 vizitorë. Wow. Po ka patur dhe raste siç ka qenë shtatori me 29.000 vizitorë. Shtatori korespondon dhe me atë që ju sapo that me lëvizjen e maturantëve, sepse ne në shtator presim dhe nxënës shkollash, sidomos kryesisht nga Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut. Po këtë vit ne kemi parë që kemi patur nxënës edhe nga Mali I Zi dhe deri tani, pra që nuk është mbyllur akoma muaj maj, vetëm nga Mali I Zi kanë ardhur 1.000 vizitorë. Pra janë nxënës të shkollave, kryesisht të shkollave deri në 9 vjeçare, pra të klasave nga e para ke 9. Aty ku do të mësohet historia e epokës së Skënderbeut. Kruja e ka turizmin shkollor, ku nxënës të niveleve të ndryshme janë vizitorë të rregullt pra të muzeut dhe me qenë se ne jemi në këtë linjë, unë ju them që dje kemi pritur 1.000 vizitorë, vetëm nxënës shkollash kanë qenë dje, kanë hyrë në muze, vetëm nxënës shkollash kanë qenë 1.000. Po kemi patur nxënës nga Kumanova, kemi patur nxënës nga Prizreni, të shkollave maturantëve, siç thatë ju, po kemi patur dhe nxënës nga Shqipëria, nga qytete të ndryshme dhe një gjeografi interesante, kemi patur nga Skrapari, nga Delvina, nga Korça, nga Shkodra, nga Vlora. Pra, ne I pyesim nxënësit nga keni ardhur, ato janë të klasave 5-ta, 6-ta, ato tregojnë që kemi ardhur nga filan vend. Një gjë të përfshirje sepse aty na bashkon historia të gjithëve. Pa diskutim që po. Dje po kujtoja me disa miq të mi një shënim shumë të bukur në librin e përshtypjeve. Unë kam 34 vite që punoj këtu. Dhe një arkitekt I njohur kishte shënuar në librin e përshtypjeve: Muzeu është ADN-ja e të qenurit shqiptar. Sa bukur. Përmbajtja e muzeut përbën dializën më të mirë për cilindosh shqiptar. Sa ide mirë e mençur. Kruja që e mbart këtë histori ka Schengenin e historisë tonë kombëtare. E vërtet. Kur viziton muzeun, çdo krijesë bëhet pjesë e kësaj krenarie. Zoti Mehdi, më pëlqeu shumë një grup I nxënësve, më duket ishin nga Mali I Zi, që kishin maturant, ishin veshur të kemi postuar faqen tonë, kemi kështu, kemi faqe të bukur. Dhe ju pas kin ndjekur. Më pëlqeu shumë se si ata kanë dashur ta shënojnë një pjesë të maturës së tyre me atë simbolikën kombëtare të flamurit kombëtar dhe në mënyrë të organizuar siç thonë, të vinë në vendin e shajt të Krujës ku ka histori me bollok, siç thuhet. Edhe më pëlqeu ajo pamje e tyre dhe aty mora shkas, por s'ka gjë më të bukur ndoshta për këtë kohën e maturantëve se sa të bëjnë një takim, një vizitë në monumente të tilla. Pa diskutim, sepse ato vinë dhe njihen me historinë e heroit tonë kombëtar që është shqiptari më I madh I gjitha kohërave dhe janë raste të rralla ku
ku monumenti i një heroi të një vendit ndodhet në disa vende të tjera dhe ku në gjitha gjuhët e vendeve të Europës është shkruajtur për të dhe ne me të vërtet që themi gjatë shpjegimit që është i dyti person në botë rreth cilit janë shkruajtur më shumë vepra mbas Napoleon Bonapartit, po ky është personi i vetëm që bëri lufta për liri, pra është krye heroi botëror i luftave për liri. Eksakt. Dhe ne shohim se si reagojnë në fakt vizitorët e huaj kur shohin nxënës të organizuar që i drejtohen muzeut. Pra sepse në gjithë botën synohet që të tërhiqen brezat, të tërhiqen nxënësit në muze, të njihen me historinë. Dhe ato kënaqen shumë, i shohin me një dashuri shumë të madhe kur rrjeshtohen nxënësit për të hyrë në muze, se na ndodh shumë herë që njëkohësisht pra mund të krijohet ajo kujdesi në lëvizje, në futje për vizitë në muze, po së bashku me nxënësit janë edhe turista nga vende të ndryshme të botës. Dhe aty takohen edhe shkëmbejnë sigurisht edhe mendime. Pa diskutim. Keni rregulluar tashmë për shumë vjet ka kohë që nuk kam qenë unë aty te Muzeu Historik e Etnografik i Krujës edhe infrastruktura që çon atje rruga. Është rregulluar tashmë sigurisht keni investime për shkak të nevojave gjithë atyre vizitave që keni. Normalisht për pjesë për sa i takon pjesës muzeve, të dy muzet që janë të kufizuara me rrethime, niveli është shumë i lartë. Ne kemi rreth 100 lloje lulesh dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme. Pra mund të vini sot, mund të vinë dhe ta shohin këtë që po them unë. Pra të dy muzet janë shumë të mirë të sistemuara dhe të rregulluara. Muzeu Etnografik mbas një restaurimi që psoi godina nga tërmeti edhe u dash një ndërhyrje restauruese dhe nga data 24 korrik është i hapur dhe është etnografiku më i mirë në Ballkan dhe ne jemi krenar që kemi dy muze, siç e theksuat ju, që janë dy muze që janë shumë afër njëri me tjetrin. Njëri pra që është muzeu që kushtohet Skënderbeu, që është edhe ndërtimi është i jashtëzakonshëm, ku është i papërsëritshëm, është gjithë ndërtesa është një shqiponjë në gur, pra dhe turistat shëtisin brenda shqiponjë në gur. Po kështu muzeu etnografik pra është 1764 ndërtesa ku objektet janë nga 50 deri në 500 vjeçare dhe është shumë i pëlqyer shumë nga vizitorët, sidomos vizitorët e huaj, që njihen me atë kulturë shumë të bukur që është ruajtur me shumë kujdes në atë muze ku 1764 kishin banjë me havull brenda familjes. Për sa i takon pjesës së rrugës, normalisht ka nevojë që të përmirësohet gjithkohon, po premtimet janë që ne shpresojmë që shumë shpejt do të ketë një ndërhyrje të mirë nga rruga Fushkryj-Kruj, po ashtu po mendohet që të ketë një rrugë Tiranë-Kruj direkt dhe është në planet, besoj që do të jetë planet afatshkurtë. Ideja ishte për një qasje më të lehtë të tjerëve që duan ta takojnë më shpejt. Do ta them dhe këtë. Ne kemi tërhequr aq shumë vëmendjen saqë vizitorët vinë me një kënaqësi shumë të madhe dhe nuk e shprehin atë shqetësim që hasin gjatë rrugës. Kjo është e rëndësishme. Kjo do të thotë që ne kemi punuar shumë mirë dhe unë me personelin që drejtoj nga shumë vite i them që ne kemi të sigurt që do kemi vizitorë sot se kemi punuar shumë mirë dje. Dhe ka funksionuar kështu, ka funksionuar, pra kjo gjë funksionon, pra edhe do kemi si vjet kemi punuar shumë mirë vjet. Po, sepse reklamën më të mirë e keni nga ata që kanë qenë dje tek ju. Pa diskutim, kështu ka funksionuar. Kështu ka funksionuar. Po edhe kjo telefonate bukur sot, në lidhje me dëgjuesit tuaj, unë do t'ja transmetoj, ne në orën 9 e hapi muzeun, unë do t'ja transmetoj personelit, pra dhe na shërben shumë mirë si motivim për ditën e sotme, pra unë do t'i them që e përcjellëm eksperiencën tonë, e përcjellëm këtë dëgjuesit e Radio Kosovës. Edhe do ta keni edhe në faqen e Radio Kosovës këtë intervistë dhe thua që po a dëshmoj madje. O zoti Medi, do të të pyes pak për emrin tënd, Medi Hafizi, ngjan me emrat këndej, po mos kemi nga viset tona rastisht. Jo, unë jam me origjinë, unë kam lindur në afërsitë në Kalan e Prezës. E keni parasysh Kalan e Prezës përballë Rrinasit. Po. Që ka një histori të veçantë aty. Më vjen. Dhe kjo eksperjenca e punës këtu, domethënë ka qenë me të vërtetë e jashtëzakonshme. Unë thash që kemi, siç e theksuam së bashku, kemi turizëm shkollor, por ne kemi turizëm
elitar, por ne përfitojmë nga turizmi i detit, se është afër kryuja me detin, ju e dini, por ne kryuja ka turizëm fetar, por në kryuj kanë bërë vizit personalitetet lartë botërore, në raste të rralla që një muze të ketë pritur aq shumë personalitete. Këtu kanë qenë 2 presidenti amerikan, George Bush, Jimmy Carter, këtu kanë qenë 3 president grek, 3 sloven, 3 kroat, hungarez, gjerman, austriak. Pra kjo është ke historitë e muzeve në botë është rast këdi rrallë që t'jetë vizituar. Po pastaj kanë qenë artista me famë botërore, Michael Douglas, Michele Plaç, Bud Spencer, Norman Nusdom, gjithë ato me origjinë shqiptare pa diskutim pastaj. Sepse është ikonë. Kjo na ka krijuar atë mundësinë që të na bëj atë punën e bukur, punën ditore dhe punën javore, mujore, na ka bërë që të motivohemi shumë në atë punë që e bëjmë me shumë dashuri nga kaq vite. Dhe gjithë secili ndjet krenar për atë mision që ka, për atë punë që bën me shumë kujdes. Edhe në fund të ditës me të vërtetë që marrim atë lodhen fizike, po kemi një kënaqësi shpirtërore të padiskutueshme që vizitorët e ditës kanë ikur me përshtypjet më të mira. Patjetër, zote Mede Hafizi, shumë kënaqësi e përqafime nga Prishtina për ju, për stafin tuaj. Që keni durimin shumë, po se kemi shumë dashamirës, pa diskutim, shumë dashamirës kemi dhe unë uroj një diel të bukur për gjithë dëgjuesit e juaj, edhe juve si staf. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë të bisedojmë bashkë. Faleminderit shumë. Mirupafshim, gjithë të mirat. Të takofshim me të mira, punë të marrë. Gjusë të dashur, biseduam me zotin Mede Hafizi, drejtor i muzeve. Në Kruj është muzeu historik dhe etnografik, që vizitohet nga mira. Qytetar, e kishim shkas të bisedonim edhe për maturant të mençur që këto ditë po kryejnë maturën dhe zgjedhin edhe Krujen për t'i bërë një vizitë.